nuk është problem. Jo, nuk është. Të provave. Tani pa shtresë, në vane të fjoli. Nësi mbrojtjes faku e Vibran Hoxhës, ose që edhe kolegë tjerë. Nësi mbrojtje e të akuzuar Vibran Hoxha, besoj që edhe kolegët tjerë. Kërkoj e shohëm të uës që edhe shumë të nevojshme Shumë të nevojshme. që prokuroria e çështjes apo prokuroria speciale Që prokuroria speciale. provat që i ka propozuar në akt akuzë ti elaboroj një nga ne para gjykatës të tregoj çka vërtetojnë këto prova dhe më pastaj ne do të deklarohemi lidhur me këto prova sepse kemi vërejtje në një mëri të provave të propozuara e për të cilat si që seka do të deklaroni pas elaborimit që do të bënë prokuroria e çështjes. Pas elaborimit që të bëjë prokuroria e çështjes. Faleminderit avokat Musa. Avokat tjerë, a ka nevojë me deklaru dikush, avokat tjerë të ka fatin? Zotër gjyqtar, sa i përket luana jonë, na nuk i kemi planuar një listë të tillë. A është fjala për kur e kemi marrë? Ka qenë një para shtresë, në vane ka dorëzuar prokuroria me prova materiale, ku ka edhe elaborim të provave. Unë po besoj që keni planuar, sepse përmes emailës është dorëzuar. Me si mirë, unë nuk e kam bërë diçka të tillë, po nuk është problem për vazhdimsinë e procedurës, po. Për juve nuk është problem. Jo, nuk është. Jetëm e votë të se unë nuk e kam planuar. E ta, a nuk kene një ori që i ka planuar, po nuk i planuar fare, për shkak se të qatë se nga planuar avokatet tjerë, nuk u besoj që... Unë për veti kështu në mënyrë fizike, do të thonë, nuk e kam planuar. Në mënyrë fizike i po. Po. Flasim për mënyrën elektronik. Nuk e kam parë lidhje një projekt çfarë. Nuk kam planuar në mënyrë fizike, për mënyrë elektronike nuk jam i sigurt. Jo, nuk jam i sigurt. Nuk e kam parë, nuk e kam Por planuar. për mua nuk është pengesë që të vazhdohet ashtu siç është deklaruar prokuroria. Avokat tjerë? Nuk kemi deklarime. Avokat tjerë të akuzuar deklaracion nuk kemi deklarime. Tjerë?